Bismillahirrahmanirrahim. Siç e tham dhe javës që shkoi, sot kjo inshallah do të jetë java e fundit që flasim për të ashtu quajturën periudhë mekase, për arsyeën se javës që vjen do të flasim ndoshta do të flasim inshallah për disa sahab, 2 apo 3 të rëndësishëm që janë deciziv, janë vendimtar në kapërcyellin midis periudhës Mekase dhe asaj Medinase, dhe do të fillojmë të flasim për disa nga historitë më të famshme të hijretit të sahabëve të ndryshëm, që do të thotë po të studiohen dhe po të shikohen me detaje ato që janë rujtë dhe ato që njihen nga historitë e sahabëve, sigurisht që në pjesën më të madhe të tyre kemi një përshkrim herë me detaje, herë të thatë në mungesë informacionesh të hijretit të tyre, por kuptohet që nuk mund të flasim për të gjithë sahabët dhe nuk mund të flasim për të gjithë hijretin e tyre për arsyeën se do ta tejkalonte logjikën e këtij mësimi. Por siç kemi thënë dhe inshallah si do të veprojmë dhe sot, për sahabët kryesor dhe për ata që në momente të caktuara kanë luajtur role protagonizmi, vende po aq të rëndësishëm sa dhe profeti, sepse nuk është për etikës të themi më të rëndësishëm se sa profeti. Do të ndalemi dhe do të flasim, siç është rasti i sotëm, që do të flasim për Musab ibn Umair, i cili është është personi më i rëndësishëm i historisë muslimanëve në momentin ku jemi. Shkurtimisht kujtojmë javës që shkoi që e kemi lanë fiks tek beslidhja e pare Akabes, dhe thamë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në një moment, le të themi, në një nevojë dëshpëruese për të gjetur një streh, jo thjesht për të shku, sepse për të shku tashmë, siç e kemi thënë, ishte në mbrojtjen e jashtme edhe formale të Mutim ibn Adi, por kërkonte një streh ku pastaj të përpiqej të jepte udhë punëve se si do të vazhdonin gjërat, për të cilën nuk kishte asnjë lloj dienie, dhe siç tham, në vitin e 11 të Haxhit, ai vjen pra në vitin e 11 të profecisë, ai vjen për qark në për herë vetëm, herë me Ebu Bekrin, herë me sahabë tjerë, vjen për qark në për kodrat edhe luginat për qark Mekës, në të cilat fushonin edhe qëndronin me tendat e tyre arab dhe fiset ndryshme që vinin nga të 4 anët në qytet, dhe thamë që shkon në 2 prej atyre fiseve, njëri prej tyre ishte Benu Shejban ibn Thalebe, dhe thamë që ishte me Ebu Bekrin tek ta, shkoi dhe kur jo u prezantoi atyre, ata, shkurtimisht po e kujtoj, ata i thanë që ne jemi një popull, ne jemi një fis i rëndësishëm, gjë që ja thotë edhe Ebu Bekri paraprakisht, ata janë fisnik arab, por që për momentin kanë rënë pak nga vakti dhe nuk kanë fuqinë e dikurshme, por duke qenë se qëndrojnë në kapërcyell të domethënë territoreve sasanide dhe territoreve arabe, gjithashtu dhe atyre bizantine, ata jetonin midis Irakut dhe Sirisë sot me moderne. Ata thonë me një fjalë që ne nuk mundemi dot që të t'japim fjalën në mënyrë përfundimtare, për arsyeën se kemi një marrëveshje të dyfisht, kemi një marrëveshje me arabët, që nuk mundemi të bëjmë dot një marrëveshje me njërin prej fiseve arabe, për arsyeën se duke qenë se jemi të mëdhenj dhe të fortë, mund të konsiderohet si një hap agresioni ndaj tyre, por më tepër se jo kemi frikën arabëve, jo kemi Kisrës dhe Sasanidëve, për arsyeën se duke qenë se jemi në territoret periferike të hinterlandit arab dhe në kufi me ata kemi marrëveshjen që të mos bëjmë asnjë aleancë ushtarake apo politike me grupe tjerë të arabëve, për arsyeën se ata mund ta marrin shumë më tepër se sa arabët vetë si një kërcënim nga ana jonë, jo thjesht si Benu Shejban, por si si një agresion i gjithë arabëve, dhe thamat e frazën që unë këm gula që ta theksojmë, që dhe mendoj, thot Muthene ibn al-Haritha, që ishte generali i tyre, thot që mendoj se mbretërve dhe veçanërisht Kisrës, kjo që thua ti nuk do t'ju pëlqej, nuk do t'i pëlqente. Domethënë
mesazhi islam. Dhe në kjo ndodh, ky është takimi i dytë në fakt. Takimi i parë është me Benu Kindet, dhe tek Benu Kindet profeti sallallahu alaihi wasallam merr të njëjtën përgjigje refuzuese diplomatike, ku ata i thonë që ne mund të mbrojmë, mund të ftojmë dhe mund të marrim përsipër që të bëjmë gjithçka që ti kërkon, me një kusht, që pasi ti të ndrosh jetë dhe kauza jote të ketë triumfuar siç ti po na premton, atëherë nuk do të ketë askënd, pra nuk do të jetë askush tjetër trashëgimtar i saj dhe kësaj që do të përpiqemi ne të ndërtojmë përveç nesh. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam këtë refuzon, duke i dhënë përgjigjen sa të vërtetë aq dhe luajale, dhe i thotë se toka apo pushteti mulku, domethënë sundimi i takon Allahut dhe ai ja jep kujt të dëshirojë nga njerëzit e tij, nga robërit e tij. Për këtë arsye ata thonë që nuk ka një marrëveshje dhe profeti paqësisht tërhiqet. Dhe grupi i tretë i njerëzve me të cilët ai takohet ishte një grup njerëzish që praktikisht nuk kishin as tent, kështu përshkruhet në kodrën, se nuk e tham javës që shkoi, marrëveshja, pra beslidhja e parë dhe beslidhja e dytë e Akabes kanë këtë emër për arsyeën se ndodhin në të njëjtin vend, edhe ishte një kodër e vogël e Akabes, të mos ngatarrohet me një term tjetër gjeografik në veri të Arabisë Saudite moderne dhe të Jordanisë sotme, që është një gjiri i Akabes pranë Gadishullit të Sinait. Ajo është larg, me fjalë, është sipër te Bukut, është larg prej këtu, po ishte një prej kodrave të Mekës për qark që quhej kodra e Akabes, dhe prandaj ka emrin kjo beslidhje dyfisht. Dhe këta ishin rreth 6 apo 7, pra në një transmetim thuhet 6, në një transmetim 7, dhe ishin 4 prej Khazrexhëve dhe 2 ishin prej Eusëve, që ishin 2 fiset kryesore të Medinës, të cilët më pas ndaheshin në fise të ndryshme, dhe që do të kemi mundësi pas disa javësh të flasim më gjerësisht për ta, se siç kemi folë për Kurejshët, domethënë se kush ishin në fiset e tyre dhe kush ishin njerëzit kryesor që kishin ngelur ngjall pas betejave të vazhdueshme të Buathit, të cilat ishin betejë që kishin zgjatur rreth 1 dekadë apo 11 vjet. Dhe me këta 6 njerëz profeti sallallahu alaihi wasallam bën atë që bënte nga do dhe me këdo, ju prezanton Islamin dhe ju lexon ajete kuranore dhe sure mekase, dhe ata nuk është e qartë a bëhen musliman me një herë aty, apo premtojnë që do të bëhen musliman, por kanë një ndarje sigurisht miqësore, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ndahet me ta me bindjen se ata ndoshta ishin musliman. Ajo që ndodh pas një viti nga haxhi, pra haxhi në haxh është takimi i këtyre pra i profetit alayhis salam me këta, dhe pastaj në haxhin tjetër që është haxhi i vitit të 11, është haxhi i vitit të 12, dhe pastaj ndodh po në haxh takimi me këta. Në këtë rast ata ishin rreth 12 veta, kuptohet që nga Medina kishin ardhur shumë më tepër, po ishin 12 besimtar, përshkruhet që ishin 7 ishin prej Khazrexhit dhe 5 ishin prej Eusëve. Ka transmetim që 8 me 4, po kuptohet nuk është e preme me thikë kjo, me një fjalë. Dhe një pjesë e tyre domethënë ishin bërë besimtar, siç i tregojnë vetë profetit sallallahu alaihi wasallam, që në momentin e parë që e kishin takuar edhe ai u kishte prezantuar shpalljen, por një pjesë e tyre ishin bërë musliman në Medinë, për arsyeën se këta të 12 që shkuan në beslidhjen e parë të Akabes, ata që ishin një vit përpara, 6 apo 7 veta, nuk ishin që të gjithë pjesë e këtyre. 2 apo 3 prej tyre kishin ngelur në Medinë, pra nuk kishin ardhur për haxh, domethënë, dhe për të takuar profetin, sepse tek e fundit fare nuk dihej në momentin kur ata u nisën që do të kishte një të ashtu quajtur beslidhje të parë të Akabes me fjalë. Por shkojnë dhe e bukura dhe e rëndësishmja dhe domethënë ajo që është këmbgulse në këtë rast është që ata jenë dhe e kërkojnë vetë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë që kemi ardhur për të bërë një marrëveshje që tashmë të t'japim besatimin se ne jemi prej jush. Dhe kjo është beslidhja e parë, siç e tham javës që shkoi, ata ishin rreth 12 veta, profeti ju jep dorën një nga një,
transmetohet që kanë qenë domethënë shumë më tepër nga Medina që kishin shku për haxh, por këta nuk bëjnë zë me të madh dhe thonë me një fjalë që ne do të shkojmë në Medinë, do të bëjmë më të mirën e mundshme për t'ja u prezantuar dhe bashkë qytetarëve tanë këtë të vërtetë që tashmë e besojmë vetë, por neve kemi nevojë për një njerëz që të na mësojë namazin, tashmë muslimanët në Mekë faleshin, dhe të na mësojë rregullat e fesë dhe të na mësojë Kur'anin e kështu me radhë, dhe siç thamë profeti sallallahu alaihi wasallam dërgon Musab ibn Umeirin dhe dërgon dhe Abdullah ibn Umi Mektum në Medinë me ta. Në këtë moment kemi 3 grupe muslimanësh. Grupi kryesor është në Mekë në udhëheqjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ata janë rreth 250. Kështu përshkruhet nëpër kronikat e sirës me parafërsi. Kemi grupin e dytë që janë në udhëheqjen e Xhafer ibn Abi Talib në Abisini, pra në Aksum, në kryeqytetin e Nexhashit. Ata me parafërsi janë 70-80, them 70-80 siç do ta shpjegoj apo si do ta përmend edhe tek ngjarja e Musab ibn Umeirit, sepse sahabë të ndryshëm ne nuk e dim se kur e kanë thënë se sa veta ishin atje. Për arsyeën se një pjesë e tyre pasi erdhën nga Abisinia për shkak të asaj ngjarjes së vargjeve satanike, të Kisatul Garanik, ata u shkuan prap, një pjesë nuk u kthyen, por një pjesë akoma më e madhe shkuan pasi pan dëshmi, pra pasi morën dëshmitë okulare dhe në vetën e parë të besimtarëve që u kthyen, cilët ju thanë atyre se atje është mirë, mund ta besojmë Allahun, një dhe të vetëm, ata nuk na ndërhyjnë ke punët tona, nuk ka dhunë e kështu me radhë. Por pasi shkojnë për herë të dytë në emigrimin e dytë të Abisinis, ka sahabë që transmetohet që janë kthyer për arsye se kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në zhvillimet në Mekë dhe pastaj në Medinë, dhe nuk e dim se pra nuk ka një përcaktim në librat e sirës nëse ka pas një emigrim të tretë në Abisini për një grup të vogël, dhe as nuk dihet nëse në një grup, domethënë në mënyrë të konsiderueshme i madh apo i vogël, u kthyen në Mekë apo shkojnë në Medinë. Ajo që dihet është që pas betejës së Khajberit në vitin e 7 të hijretit dhe jo të profecisë, domethënë ata kthehen me urdhër të profetit nga Abisinia dhe shkojnë më një herë në Medinë pa shkuar në Mekë. Dhe pastaj ndodh i ashtu quajturi çlirim apo Fethi Mekka. Tani ky është grupi i dytë në udhëheqjen e Xhafer ibn Abi Talib. Grupi i tretë është në udhëheqjen e Musab ibn Umair dhe në fillim ata ishin vetëm kaq. Tani që të mos e prishim domethënë kronologjinë, të mos flasim për për beslidhjen e dytë të Akabes, e cila ndodh me parafërsi fiks një vit pas kësaj, që do të thotë në haxhin e vitit pasardhës. Le të flasim për dy ngjarje që ndodhin në Mekë. Pasi ndodh beslidhja e parë e Akabes në Mekë, ndodh ajo që quhet kërkesa, dhe historianët thonë që ky është momenti kur ka ndodhur kjo, kërkesa përfundimtare që Kureshët i thonë profetit sallallahu alaihi wasallam që na jep një shenjë. Domethënë na jep një shenjë që ne të besojmë, ose përndryshe, dhe kjo përndryshe nuk ja thonë në mënyrë të artikuluar në këtë moment që flasim, por një vit pas kësaj, pasi ndodh beslidhja e dytë, ndodh ashtu quajtura tentativë për vrasje, dhe kur pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam largohet nga qyteti. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam merr këtë kërkesë nga ana tyre, i thotë do të takohemi sonte, domethënë pasi të perëndoi dielli dhe një grup i madh prej tyre mblidhet dhe domethënë për të parë se çfarë shenje do t'ju jepte ai, dhe kuptohet me lejen dhe ndihmën e Allahut ndodh ashtu quajtura ngjarja e çarjes hënës, që Allahu e përmend në surën Kamer. Domethënë që ata i thonë që neve do të kërkojmë një shenjë përfundimtare, dhe në qoftë se ti neve na bind, atëherë neve do të tërhiqemi dhe do të besojmë te kjo që thotë ti. Transmetohet që janë mbledh një grup shumë i madh i tyre, dhe kur hëna është ndarë për gjysmë, transmetohet që është ndarë për gjysmë aq shumë sa njëra pjesë, pra ana e majt dhe ana djathtë, e te kaluan dhe kodrën Safa. Domethënë, jo se kodra Safa i pengonte ata, se kodra Safa ka qenë praktikisht sakrasta, me aq sa bëhet analogjinë time bazuke për shkrimet që sahabët kanë dhënë, por e shikojnë hënën të çarë në kuptimin e drejt për drejt fjalës,
dhe siç e thot Allahu në Kur'an me fjalë thanë që ky është sihrul mustamir, domethënë kjo është magji e qartë, na e hodhi dhe kësaj radhe dhe tërhiqen. Ajo që e komplikon situatën është që ka pasur karvan që kanë hyrë në qytet apo njerëz të ndryshëm që kanë parë të njëjtën gjë pa e ditë këtë premtim apo pa e ditë këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur kanë dëgjuar këto burime dytësore apo tretësore nga njerëz të tjerë, nga domethënë si më thon burime alternative, ata kanë bërë të pamundurën transmetohet që këto fjalë të mos përhapeshin dhe e kanë mbajtur le të themi të mbyllur vetëm si një sfidë që ata ja bën profetit alayhis salam, dhe ai ja u ktheu eudhubillah me magji dhe me hi syve praktikisht, siç edhe thanë. Ajo që ndodh midis beslidhjes parë dhe beslidhjes dytë është që, sepse të mos harrojmë, Mekasit nuk janë të pranishëm, asnjëri prej tyre nuk ishte i pranishëm në momentin kur ndodh beslidhja e parë Akabes, dhe ata nuk ishin në dijeni se një grup prej besimtarëve kishin shkuar në Medine. Pra as Abdullah ibn Umi Mektum, as Musab ibn Umer, domethënë dikush prej tyre edhe mund ta dinte, por nuk është se u bë ngjarje në qytet. Tani gjatë këtij viti profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdon që të bëj një jetë, le të themi, të pasigurt, transmetohet që shoqërohej në mënyrë të vazhdueshme nga Abasi, dhe nuk është rastësi pastaj që në beslidhjen e dytë Akabes është Abasi ai që e shoqëron kur shkon dhe i takon ata, dhe ndihet i paqetë dhe i pasigurt në mbrojtjen e Mutim ibn Adi. Në beslidhjen e dytë Akabes, kur ata vinë, ka një transmetim që është përpara se me ata të hynë në qytet. Kuptohet numri i Medinasve, i Yathribasve, si më thonë, se ende nuk quhej Medine, që vinë, që ishin nisur për në haxh, ishte shumë më i madh se sa numri i besimtarëve. Numri i besimtarëve transmetohet që duhet këtë qenë midis 70 dhe 80, dhe kuptohet në krye tyre është Musab ibn Umer. Këta pra ishin shumë më tepër, por njëri prej besimtarëve quhej Bara ibn Mar'ur. Bara ibn Mar'ur bën një gjë të çuditshme, të cilën e refuzojnë të gjithë sahabët gjatë gjithë udhëtimit. Udhëtimi nuk dihet, duhet të zgjatur disa ditë, domethënë, që ndërkohë që falej, dhe kishte filluar të falej, sepse gjatë këtij viti, dhe kur të flasim pak më pas për Musab ibn Umerin, do t'rregojmë se çfarë ndodhi vitin e parë, me aq sa kemi informacion, në Medine. Pra jo në vitin e parë të Hijrit, në vitin e parë të Musabit atje. Ky fillon dhe ky kishte parë një ëndër, dhe Bara ibn Mar'ur thotë që unë do të filloj tani të mos drejtohem nga kibla, po të mos drejtohem nga Beitul Maqdis, nga Jeruzalemi, pra drejt veriut, po të drejtohem nga jugu, dhe rrugës kur ata faleshin dhe bashkonin namazet dhe shkurtonin namazet, ky fale i vetëm nga Meka dhe nuk fale nga Beitul Maqdis. Ngjarja vazhdon, shkojnë në Mekë dhe vazhdon falet njësoj. Profetin sallallahu alaihi wasallam nuk e kishin taku akoma. Dhe besimtarët me në krye Musab ibn Umer i thotë që kjo që bën ti nuk është në rregull dhe duhet shkojmë tek profeti sallallahu alaihi wasallam ta takojmë dhe t'ia themi këtë. Transmetohet që ditët e para ky edhe kur u fal në Qabe, drejtohej, pra sigurisht drejtohej nga Qabja, por jo drejt Beitul Maqdis, siç profeti sallallahu alaihi wasallam bënte edhe sahabët gjatë gjithë periudhës Mekase, për arsyeën se ajeti kuranor që tregon zhvendosjen e Kibës është ajeti në Dinas në surën Bekare. Dhe përgjigjja që i jep profeti kur ai ja thot këtë është që kjo që bën ti është e saktë, por jo për momentin, dhe duhet presim akoma dhe pak. Dhe tefsiri i kësaj, interpretimi i kësaj është që dëshira e tij ishte gjithmonë, Allahu përshkruan në Kur'an dhe ti mban syt vazhdimisht drejt nesh për të ta kthyer ne ty kiblën, sepse ne e dimë që ti ke zemrën tënde atje. Ose e dyta është që profeti sallallahu alaihi wasallam ka ditë diçka përmes Xhibrilit që kibla do të ndrohej, dhe sigurisht që ja ka thënë këtë, domethënë, kurse ajo që ka bërë ky sahab,
në një kuptim sigurisht që është e gabuar, por frymëzimi i tij e detyroi të mendonte që mund ta kishte sakt. Që nga ky moment ai nuk transmetohet më që, domethënë, ashfal ashu derisa kibla ndryshoi. Pasi qartësohen pak punët, një natë prej netëve përpara namazit të sabahut, natën ndodh ashtu quajtura beslidhje e dytë e Akabes. Thamë beslidhja e parë nuk kishte kurrfar detyrimi politik apo ushtarak ndaj medinasve për arsyen se, siç quhet, marrëveshja e grave, e thamë dhe arsyen për shkak të ajetit surës Mumtehine, domethënë që Allahu përmend një sër veprash të ndalume që profeti sallallahu alaihi wasallam ja u kërkon atyre, duke filluar me shirkun dhe duke vazhduar domethënë me vrasjen e fëmijëve, kryesisht vajzave që i vrisnin gjalla, me që të mos bënin domethënë tradhti bashkëtorë, immoralitet, që të mos bënin që të mos vidhnin, që të mos dëshmonin rreshëm dhe në përgjithësi që të bindeshin ndaj të dërguarit dhe ndaj çdo të mirë që ajo i jepte dhe të largoheshin nga ajo që quhet fahisha, domethënë e turpshme apo vulgare. Kurse në beslidhjen e dytë, situata është shumë konkrete, më falni, është shumë serioze, para së gjithash pikës pari për arsyen se ata janë 5 fish më shumë dhe janë rreth 72 burra apo 73 burra dhe 2 gra. Këto kanë qenë rreth 40 nga Hazrejët dhe 30 apo 31 apo 32 nga Eusët, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i takon në pak a shumë në të njëjtin vend, ndoshta me siguri ata duhet ta kenë pas të përcaktuar se ku rrinin njëri fisit tjetër në vit për vit, domethënë në haxh, dhe kuptohet që është natë, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ju kërkon që të flasin vetë të parët. Dhe ata i thonë që o i dërguar i Zotit, Musabi ka bërë një punë të lavdërueshme tek ne tashmë jemi një numër, ata nuk i thonë një numër, por Taberiu thotë që me përafërsi, në momentin kur ndodh beslidhja e dytë e Akabes, muslimanët e Medinës e kishin barazuar në numër, i kishin barazuar në numër muslimanët e Mekës, që do të thotë ishin 250 me 250 plus minus. Dhe ky është një numër goxha i madh dhe javës që vjen ndoshta do të ndalemi pak këtu dhe të përpiqemi të kuptojmë se si ka mundësi që ndodhi kaq shpejt. Dhe i thonë që ne tashmë kemi ardhur që të themi se nuk shohim asnjë arsye që pse ti të vazhdosh të qëndrosh në këtë qytet kur mund të vish tek ne dhe ne do të mbrojmë ty. Abasi në këtë moment ende nuk flet dhe profeti transmetohet që bën një heshtje të gjatë dhe ata i thonë që ne do të qëndrojmë me ty gjatë gjithë kohës, do të të japim atë që kemi mundësi të japim dhe do të japim mbrojtje edhe në qoftë se Mekasit apo Kureshët apo të gjithë armiqtë e ty të sulmojnë pasi të kanë refuzuar kaq e kaq vite. Pas kësaj dhe është Saad ibn Ubade, ai që kryesisht flet në emër të kuptohet Medinësve, për arsyen se Musab ibn Umer nuk ishte prej tyre. Abasi ndihet pak i pasigurt dhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam që unë njoh për jetërve të tyre dhe unë njoh burra më të pjekur se sakta, të cilët kanë humbur jetën në luftrat dhe betejat e Buathit, dhe unë nuk jam i sigurt nëse je i sigurt apo jo në duart e tyre, prandaj dhe do t'ju them 2 fjalë dhe i drejtohet në mënyrë drejt për drejt. Në këtë moment që flasim nuk ishte musliman Abasi ende, fillon të bëhet e çuditshme apo e mjegullt pas betejës Bedrit, a ka qenë kur u morë rob apo jo, po kur të vi radha do flasim. Dhe ju thot që o ju njerëz, thot, ju jeni disa djalosh dhe këtë burr nuk mundeni dot që ta nxirrni jashtë këtij qyteti kur ai tashmë e ka mbrojtje, dhe kjo është një fjali me 2 kuptime, sepse nga një anë vërtet ai e kishte mbrojtjen e Mutim ibn Adi, nga ana tjetër sigurisht që e kishte mbrojtjen e Abbasit dhe ende të njerëzve të afërt, por nuk ishte edhe pa sens që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në kërkim të vazhdueshëm të një qendre tjetër veç Mekës, që do të thotë për momentin ishte i mbrojtur, por siç e tregon tentativa për eliminim fizik, nuk ishte dhe aq i mbrojtur, por gjithsesi merret me men Abasi ka fol edhe me emocionet e tij përballë pasigurisë evidente që gjithsesi ata djem për të paraqisnin, dhe ju thotë që mendojeni mirë këtë punë, për arsyen se nëse e merrni përsipër ta mbroni këtë nipin tim, atëherë nuk mundeni dot kurse si që të hiqni dorë dhe të ktheni mendje dhe pastaj ta
ta sillnin mbrapsht këtu për arsyeën se reputacioni i tij në mesin tonë është aq i lartë se ju nuk e dini, dhe ky nuk është njeri pa njeri, i mshon kësaj që nuk është njeri pa njeri dhe ne gjithsesi, siç e kemi mbrojtur deri tani, transmetohet. Rikujtojmë që Abasi nuk i ka bërë kurrë dëm profetit sallallahu alaihi wasallam, as Abasi dhe as Hamza, ndryshe nga Ebu Lehebi, domethënë Ebu Talibi, jo. Dhe ata i pari që flet është Esed ibn Zurara, dhe për Esed ibn Zurarën me shumë mundësi do të flasim javës që vjen. Dhe Esed ibn Zurara është ai i cili përpara se t'i japi dorën profetit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i japi besatimin e tij në sytë të Abasit, i kthehet ndaj të gjithë Khazrexhëve dhe Eusëve, pra ndaj të gjithë Medinësve, dhe i thotë: ju, sepse ata ishin të parët, pra që të gjithë nuk kishte askënd që nuk tha që ta mendojmë dy herë, për arsyeën se ata e kishin pjekur këtë mendim, kuptohet që duhet të ketë pas edhe konsultim të brendshëm midis tyre, edhe pse këto nuk transmetohet dhe nuk ka të dhëna, por fakti që ishin gati për ta bërë këtë, pra është një tregues për imanin dhe sigurinë e tyre, jo thjesht imanin, po për sigurinë e tyre. Dhe Esed ibn Zurara thot: unë jam i pari që do të dëshiroja që t'i jepja besën këtij njeriu të madh, por unë po ju kujtoj diçka ju, që largimi i tij nga ky qytet do të thotë që siç ai do të largohet nga ky qytet, shpatat e Kureshëve do t'i kemi siç themi ne, ke rranca qafës. Për arsyeën se ata nuk mund ta lejojnë që ky të dalë nga qyteti duke pas bindjen se do ta lejë këtë punë, që nuk ka për ta lënë kurrë. Dhe ata do ta ndjekin, dhe kur të vinë ke qyteti ynë, kjo nuk do të thotë as më pak as më shumë përveç se luftë. Që do të thotë përpara se me i dhënë besën, siç tha dhe ky burr i moshuar këtu, pra Abasi, ne duhet ta mendojmë mirë këtë, dhe nëse jemi dakord, atëherë të jemi të përgatitur për diçka përfshirë dhe luftën. Dhe lufta citohet, domethënë disa herë, përmendet disa herë nga ky. Dhe i pari kur ata bërhorasin dhe kuptimin fisnik të fjalës edhe tregohen akoma dhe më të vendosur nga përpara se sa ky foli, ai jep dorën profetit sallallahu alaihi wasallam, i pari, dhe aty ndodhe ashtu i quajtura beslidhje e dytë e Akabes. Transmetohet që ka pasur edhe 2 gra të pranishme, dhe ato i kanë dhënë, janë edhe emrat e tyre, domethënë të gjithë emrat e tyre 73 apo 74 apo 75 që kanë qenë pranishëm janë nëpër edhe tek Ibn Hisham janë, edhe tek Tabiriu janë, edhe tek Ibn Kathir janë. Dhe sigurisht këtyre 2 grave profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ja u dha dorën me fjalë, por ka pas një komunikim verbal kur ato kanë shprehur të njëjtin vullnet për tyre. Nuk e di praktikisht çu gjendën ato 2 gratë, vetëm ato 2 gra, kur ka pas dhe gra të tjera aty, domthonë nuk e di këtë, por tregohet që në beslidhjen e dytë të Akabes kanë qenë të pranishme dhe ato. Tani kjo është ajo që quhet beslidhja e dytë e Akabes. Ditët e haxhit vazhdonin, dhe ajo që ndodh pas kësaj është që në të njëjtën natë, pak para se me zbarth, dëgjohet dhe të gjithë dhe të treja këto ngjarje që do t'rregoj tani kanë transmetime të sakta, disa në librat e hadithit dhe disa në librat e sirës. Dëgjohet që dikush, të cili nuk e njihnin dhe nuk e identifikuan dot për arsyeën se ishte edhe natë, bërtet dhe thërret që El Mudhammam Es-Subat është ai që ka tradhtuar. Tani Muhammed është ai që është i lavdëruari, Mudhammam është ai që meriton çdo kritik, çdo fyje dhe çdo sharje, dhe ishte përdredhje e Zot na ruaj e emrit të nderuar të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Es-Subat është ai që ka bërë Saba'a, që do të thotë ka dalë nga feja dhe ka marrë fenë e Sabianëve. Tani Sabianët ndoshta e kam sqaruar edhe herë tjera, Sabianët ishin një lloj sekti kristian që në kohën kur flasim tani, ishin në zonën e Nexranit dhe ishin të krishterë që ishin në zhdukje e sipër, ishin akoma dhe më pak se sa të krishterët e Nexhashit. Dhe ka dhe Saba'a do të thotë vërtet që tradhtoi fenë e idhujtarëve dhe u bë me Sabaanët. Tani në momentin që flasim, feja kryesore ku po konvertoheshin njerëzit nuk ishte Sabaanizmi, po ishte Islami. Dhe ka dhe Saba'a ishte
mënyra se si ata proklamonin që kemi heq dorë nga feja e vjetër dhe kemi marrë këtë të re. Dhe ky vërtet dhe thot o Kurejsh, thot, këtu janë grumbulluar një grup njerëzish që po bëjnë një konspiracion praktikisht kundër jush, dhe në qoftë se ju nuk e ndaloni këtë mbledhje të tyre, domethënë dhe këtë grumbullim të tyre, atëherë keni ka për t'ju gjetë belaja, shkurt. Profeti sallallahu alaihi wasallam, që ishte ende me sahabët, pra me Medinasit dhe me Khazrejët dhe me Eusut, sepse ende nuk janë ensar, thotë që qetësohuni sepse ai është shejtani i trupëzuar tek dikush. Por gjithsesi thot, përpara sa ata të vinë këtu, unë ju këshilloj thot që të largoheni nga këtu, të shpërndaheni nëpër çadrat e tuaja, nëpër çadrat e juaja, nëpër çadrat e, si më thon, e minifiseve, dhe që ata të mos na gjejnë këtu. Pasi zbardh një numër i konsiderueshëm kureshësh, nuk transmetohet se kush ishin ata, por një numër i konsiderueshëm i tyre vinë dhe flasin me Khazrejët dhe i thonë neve na thanë që ju ishit një grup që ju takuat me nipin ton praktikisht dhe po ju themi dy gjëra, që e para ne jemi në dijeni që ju keni folur mbrëm mes jush dhe po ju themi që të mendoheni dy herë për arsyeën se në qoftë se e merrni me vete, ato e kishin nuhatur dhe e kishin kuptuar jo me do e mos për shkak të kësaj ngjarje, po duke qenë se ja kishin ngushtuar lakun, ishte afërmend që ai edhe mund të largohej. Pra në qoftë se e keni bërë ndërmend që ta merrni me vete, kuptoni që ne do t'ju shpallim luftë. Dhe kjo transmetohet me transmetim të saktë që do të thotë ata nuk e morën me mend vetëm vetë, siç thot sahabi Esad ibn Zurara të ngjashmeve të tij, por edhe kureshët i thonë që kjo nuk mundet të kalojë pa gjë. Në ditët në vijim nuk dihet se ç'ndodh, por situata përkeqësohet akoma dhe më tepër dhe kureshët thonë që neve duhet marrim, ndoshta duhet me siguri të kenë bërë në mbledhje të tyre, duhet të kenë menuar se si të veprojnë kështu me radhë, duhet që të marrim hapa që kjo të mos dalë pa gjë dhe të japim atyre një shembull përpara se ta marrin apo përpara se ai të iki. Pra, filluan ta ndjenin apo ta nuhasnin mundësinë eventuale të një hijreti. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam tregohet që në këto ditë ka qenë në mënyrë të vazhdueshme i shoqëruar nga sahabët dhe i rujt, dhe një prej ditëve të haxhit, teksa ata nuk ishin larguar akoma, kureshët marrin peng Saad ibn Ubade. Saad ibn Ubade, kur të flasim pak më pas për Musab ibn Umeir, do ta përmendim se si është bërë musliman. Saad ibn Ubade ishte një ndër krerët e Khazrejëve, dhe ishte një njeri shumë i rëndësishëm. Usaid ibn Hudhair, Saad ibn Ubade dhe Saad ibn Muadh ishin tre liderat kryesor të Medinasve që Musab ibn Umeiri bashkë me Esad ibn Zurarën i bën musliman. Dhe do ta shpjegoj pak më pas se si. Dhe Saad ibn Ubade merret peng. Dhe ato i thonë që ti nuk do të largohesh nga këtu, edhe sigurisht që transmetohet që ai ishte me një lloj mini karvani dhe me plot mallra që i kishte blej, kishte shit në periudhën e haxhit me një fjalë, dhe kur niset drejt qytetit për të larguar me një grup të vogël njerëzish, mund ta marrin me mendje, jo më do mos ata duhet vinin gjithë për një herë dhe të iknin gjithë për një herë, secili kishte punët e veta dhe planet e veta, domethënë, ata e marrin peng dhe e lidhin dhe e prangosin dhe i thonë kemi marrë vesh që ti e ndër ata persona që morët pjesë, që ke marrë pjesë në atë marrëveshjen që keni bërë me nipin ton, me një fjalë me njeriun ton, dhe jeni përbetuar që do të bëni dhe luftë me ne nëse ne ju shpallim luftë dhe nuk mundemi kurrësi që të lirojmë. Historia tregohet nga vetë ky, nga Saad ibn Ubade në vetë parë, pra për të kuptuar diçka, Saad ibn Ubade ishte një njeri aty kalibri që kur vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam u krijui, pra u hodh si ide që të kishin dy kalife, pra të kishin dy pasues, njëri nga Mekasit dhe tjetri nga Medinasit. Dhe Medinasit ishin që të gjithë në unanimitet që nëse do të ndodhi kështu, Saad ibn Ubada është i pari jon. Pra për të kuptuar se çfarë lloj kalibri kishte ky njeri, dhe do të flasim edhe më në detaje për të kur të ketë në rast kur ai të jetë protagonisti që thash në fillim të mësimit. Dhe Saad ibn Ubades
thot më erdhi dikush thot që unë mendova thot që ai ishte i vetmi njeri i mirë nga të gjithë ata. Dhe ai kur mu afrua thot, unë shpresova që do të më fliste but dhe më godet me grusht thot më tepër se ç'm kishin godet të tjerët. Tek ai që unë shpresova thot që do të më trajtonte me butësi. Dhe pasi bëri këtë thot, më flet me ashpërsi dhe thot nuk ke ti thot edhe e shan, nuk ke ti thot në një njeri në emër të cilit të ndërmjetësosh edhe të heqim sysh këtu, sepse nuk po të durojmë dot. Dhe ky thot po kam. Thot këtu thot janë dy njerëz që unë i njoh. Është Harith ibn Umeje, që është i vllai i Sufjan ibn Umejes, dhe Xhuber ibn Mutim. Xhuber ibn Mutim, më pas të dy këta bëhen besimtar. Xhuber ibn Mutim është i biri i Mutim ibn Adi, që mbronte profetin në momentin që flasin. Dhe asnjëri nga këta nuk ishte besimtar. Të dy këta thot ky, kur vinë në Medinë dhe kur shkojnë në udhtim drejt Shamit, unë i dal përpara qytetit, ja u mbroj karavanet e tyre, qëndrojnë në shtëpinë time një numër ditësh dhe pastaj vazhdojnë për të shkuar atje. Dhe nëse shkoni dhe thoni që Sa'd ibn Ubade është marrë peng nga ju, atëherë me siguri do të ndërhyjnë. Ata shkojnë dhe kur i pyesin të dy këta, Harith ibn Umejen dhe Xhuber ibn Mutim ibn Adi, ata që të dy tregojnë gatishmëri dhe thonë që ai ishte njëri fisnik, ne nuk e dim që kishte ndruar fen dhe ishte bërë me palën e Muhamedit, por bën mirë që ta lironi sepse përveç se është një njeri fisnik, është dhe një njeri me njerëz dhe është një njeri që ka forcë dhe ka peshë dhe nuk do të ishte e udhës apo e mençur që të kishim të bënim me të. Dhe ata e lirojnë dhe ata largohen. Tani pasi largohen që të gjithë këta, ajo që tregohet është që situata në Mekë ishte një situatë e nder dhe nuk ishte një situatë fort e qetë nga ana e Mekës, pra nga ana e Kureshëve, për arsye se ndryshe nga beslidhja e parë, në beslidhjen e dytë aka besu morë vesh publikisht që nuk ishte më një, le të themi, përhapje e besimit këtij njeriu jashtë kufive të qyteti, sepse kjo kishte ndodhur, ne kemi përmend disa emra, domethënë Abu Dhal al-Ghifarin, kemi përmend atë si e ka Dhimadin, kemi përmend atë mjekun që bënte si mjek me një fjalë edhe që do ta shëronte nga mend profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj u bë besimtar vet. Kemi atë Amr ibn al-Abasa që erdhi nga Jemeni, që do thotë nuk ishte thjesht përhapje e islamit për te kufive të, le të themi, arealit Mekas, po ishte një marrëveshje e cila mund të shpinte ata që duke e mbrojt njeriu në tyre, pra të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, ata mund të hynin edhe në luftë me Mekën, dhe kjo është llaf e goje për ne sot që e lexojmë në Krishtën, pra në vitin 2023 të një qytetërimi që nga perspektiva e narrativës son historike më tepër ka luftë se paqe. Po për Mekasit që praktikisht këtej në luftrat e Fixharit ziheshin për një lëkurë dhije, po e themun shkurt, apo në luftrat e Buafit ziheshin për një oazë, apo për një territor, apo për një Izabel, ishte shumë e çuditshme që dy qytete të mirëfillta të hynin luftë me njëra tjetrën, sepse nëse ndodhte kjo, për masa do të ishin të tilla që do derdhi praktikisht shumë gjak. Dhe situata e nder në Mekë është e tillë që i shpija ata, dhe që do të flasim në mos javën tjetër pas 2 javësh, i shpija ata drejt mendimit se po edhe këtë në trajtën e një njeriu me një fjalë e propozon shejtani, vetë iblisi, që ju thotë që unë ju këshilloj që ta eliminoni përpara se me dal nga qyteti, për arsyen se po të dali nga qyteti dhe të shkojë në Yathrib, atëherë punët do të jenë shumë të vështira për ju, siç në fakt rezultuan. Tani ajo që transmetohet nga Medinasit se ndodh në momentin e parë që ata shkojnë atje, pra në moment do ta themi edhe këtë, dhe do të kthehemi pastaj tek retrospektiva për të folur vetëm për Musab ibn Umair dhe me këtë do ta mbyllim. Ajo që ndodh është që kur shkojnë në Medinë, të gjithë domethënë besimtarët, këta të beslidhjes dytë të Akabes, Amr ibn Xhemuh ishte i jati i Muadh ibn Amr. Muadh ibn Amr ishte njëri nga 72-73 personat që marrin pjesë në beslidhjen e dytë të Akabes, dhe ky i thot
Musab ibn Umerit dhe Esad ibn Zurarës, po edhe të gjithëve, që duhet bëjmë të pamundurën që të bëjmë musliman timat, për arsyeën se nëse bëjmë musliman atë, atëherë do ta fitojmë. Se e harrova, ju kërkoj ndjes, në momentin që flasim pas luftës së Buathit, dy njerëzit më të rëndësishëm të Medinës ishte ky, Amr ibn Xumah, dhe ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Dhe e harrova thash 3 ngjarje dhe përmenda vetëm 2. Një ndër ata persona që e dëgjojnë kërcënimin e Kureshëve në mëngjesin e të nesërme së natës së Akabes, është dhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul ende nuk ishte jashtë i quajturi kryesori i munafikëve apo koka i munafikëve, por gjithsesi që në momentin e parë u simpatizu me Kureshët dhe tha dhe ju premtoi atyre që unë do të bëj të pamundurën që ta ndaloj këtë dhe do t'ju flas të mive që të mos japin mbështetje këtij personi, kurse përsa i përket marrëveshjes apo beslidhjes që ju po më thoni, unë nuk jam ndjeni për arsyeën se nuk kam qenë i pranishëm, dhe që në Mekë, pa u kthyer në Medinë, Abdullah ibn Ubej ibn Selul fillon të flasi dhe të përdor reputacionin e vet, domethënë që ishte një reputacion që në këtë moment nuk ishte ende i poshtër për arsyeën se nuk ishte ende armik i profetit dhe i të dërguar i tij, kuptohet që ishte jo besimtar, por nuk kishte filluar akoma listën e veprave që bëri më pas me një fjalë, dhe ju premton Kureshëve që në luftë me ju nuk duam dhe unë do të bëj të pamundurën që edhe Hazrejët edhe Eusët të mos jenë në krah të këtij burri. Dhe personi i dytë më i moshuar ndaj këtij ishte Amr ibn Xumah. Amr ibn Xumah ishte e çuditshme, ishte pra jati i Muadh ibn Amr, ishte ai që mbante në shtëpinë e vet idhullin e Menatës. E thash në arabisht to janë femërore dhe nuk e di pse ka hyrë në shqip, pra Lati është Lata në fakt, nuk është pra dhe Menata që përmendet në ajetet e surës Najm, fjalë po edhe në vende tjera në Kur'an. Dhe ky kishte për zakon që të kujdesej shumë për idhullin e tij, ishte një idhull goxha i madh, dhe e mbante në shtëpi. Nuk e di, domethënë pse e mbante në shtëpi, a duhet të ketë qenë një idhull publik, sigurisht që duhet të ketë qenë publik sepse ata e njihnin të gjithë, po ndoshta ka qenë një, po them ndoshta sepse nuk e di, ose ka qenë një gjë e trashëguar nga familja e tyre dhe sigurisht që ata e kishin nder që t'i trajtonin idhujt me respektin më të madh, dhe ky transmetohet që e lante, e pastronte, i jepte të hante në mënyrë qesharake me një fjalë idhullin e tyre, dhe në bashkëpunim me muslimanët e tjerë me Musab ibn Umerin kryesisht, Muadh ibn Amr, pra i biri, mendon që t'i filloj le të themi ftese në besim, duke ja bërë të qartë mendimin e gabuar edhe besimin e gabuar që kishte ky idhull, dhe fillon në mënyrë çuditshme të thurë një plan që një prej netëve, kur teatrin e kishte zënë gjumi, këta të gjithë hynë në shtëpi vjedhurazi, e marrin të gjithë idhullin dhe çojnë te plenat. Aty ku ishte një grumbullim i plenave. Dhe jati zgjohet mjes, shikon që nuk ishte idhulli, praktikisht idhulli ishte më i rëndësishëm se i biri, dhe del i çmeritur për qark nëpër qytet, dhe kur e shef ke plerat, e merre për qafon, e fut në shtëpi, e pastron, i jep të haje, parfumos e kështu me radhë. Transmetohet ngjarja është saktë, gjitha këto janë ngjarje të sakta, me fjalë kemi qartësuar këtë që në fillim, me fjalë që është parimi i panegociueshëm, vërtetësia e gjithçkaje që themi bazuke burimet autentike. Dhe edhe natën e dytë, edhe natën e tretë ndodh e njëjta gjë, ai nuk e gjen se kush ja bën këtë, pyet gjithandej askush nuk i tregon, por ajo që tregohet, dhe ky pastaj bëhet besimtar, ajo që tregohet është që pak nga pak fillon edhe t'i bjerë besimi dhe thot natë për natë këtë idhullin tim e marrin dhe e poshtrojnë në këtë mënyrë. Por thot dhe këtu transmetohet që i flet idhullit. Tani thot unë nuk do të shqetësohem më për ty thot, por po të lë një shpatë dhe i jep një shpatë. Nëse ti ke mundësi të mbrohesh dhe je Zot, siç unë të besoj, atëherë ja ku e ke shpatën, lufto pra me ata që
që të marrin dhe të hudhin ke plerat me një fjalë dhe mos kërko më ndihmën time. Kuptohet, është e tmerrshme kjo, domethënë, ai ka pas sinqeritet ka ajo. Me një fjalë i la shpatën. Domethënë se po të bënte lloj kompromisi me veten që për shembull do kalojnë dhe 7 ditë apo mas 10 ditësh nuk do të ndihmoj më, dakord, po t'i japësh shpatën, do të thotë që ai besonte se ai gjithsesi atribute dhe cilësi kishte. Ai lloj guri, me fjalë apo druri, nuk e di çka ka qenë. Dhe këta çfarë bëjnë të nesërmen në darkë vonë, pasi ai fle, e marrin dhe jo vetëm që e hedhin ke plerat, por gjen një qen të ngordhur. Dhe pasi e lidhin me këtë qenin e ngordhur, e hedhin me natën në një lloj pusi, që ishte sigurisht vend grumbullimi plerash me fjalë, po ishte edhe pus, nuk e lën në sipërfaqen e tokës. Dhe kur kthehet, kur zgjohet në mëngjes ai, në shtëpi nuk e gjen, shkon ke plerat, sigurisht që nuk e gjen as aty, dhe kur kërkon në një fjalë e gjen ke landfilli i qytetit praktikisht, dhe kur e shikon ngjit me atë qenin e ngordhur, thotë nuk ka mundësi që një krijesë e tillë të jetë zot me një fjalë kur nuk mbroi as veten dhe shpatën që i lash se kishte prek me dorë, domthonë s'kishte bër asnjë lloj përpjekje për ta mbrojtë veten, dhe aty ai dëshmon Islamin dhe ja pranon Islamin, e pranon Islamin domethënë në sytë e të birit dhe bëhet besimtar. Ishte aq i moshuar sa kur ndodh betejë e Bedrit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kërkon mbrojtjen e gjithë Medinasve, ai përpiqet që të bindë profetin që ta marrë me vete, por profeti refuzon dhe muslimanët bin dakord me të, kurse në Uhud një vit më vonë dëshiron të marrë pjesë, por profeti sigurisht përsëri e refuzon, sepse ndër të tjera kishte edhe një këmbë të çaluar dhe ka një hadith vlerësues për të, ku profeti sallallahu alaihi wasallam kur shikon këmbguljen e madhe që kishte, sigurisht edhe për llogarit faktit që vigjilja e Uhudit ishte akoma dhe më e vështirë se sa ajo e Bedrit, për arsyeën se tashmë nuk flitej më për një betejë frontale të parë, po për një hakmarrje që po shkonte drejt një beteje të dytë, dhe i thotë që unë dëshiroj, thotë që të shikoj në xhenet, dhe transmetohet që të shikoj në xhenet, por ndryshe pra në një gjendje shëndetësore ndryshe, dhe në xhenet unë të premtoj që këmbë nuk do ta kesh kështu të çal siç e ke, domethënë, por nëse bie shahid në këtë betejë, atëherë unë të garantoj xhenetin, dhe ai ka ndru jetë në Uhud dhe ka domethënë hadithi është thënë sigurisht më pas me fjalë dhe shpresojmë që të jetë në xhenet. Do ta mbyllim sot duke fol shkurtimisht për Musab ibn Umair, për arsyeën se është sahabi kryesor i një viti rresht davet, që në le të themi informacionet që kemi janë shumë pak në përputhje me produktin e punës që ai bëri. Musab ibn Umair ka një transmetim që Aliu radiallahu anhu thotë që, dhe kjo është fjalë Aliut, nuk është hadith, thotë të gjithë profetët thotë në përgjithësi janë begatuar me 7 njerëz besnik apo me 7 dishepuj, po jo hawari, po njerëz, pra siç është Zubair ibn Awam për profetin, por njerëz besnik që nuk e braktisin atë kurrë. Ndërsa i dërguari i Allahut thotë është i bekuar nga Zoti me 14 të tillë. Dhe fillon dhe thot jam unë, thot, me 2 bijtë e mi, Haseni dhe Hyseini. Pastaj thot është Hamza dhe Xhaferi, që bëhen 5. Pastaj thot është Ebu Bekri dhe Umri, pastaj është Musab ibn Umairi, dhe ky është vlerësimi për të. Pastaj është Bilal ibn Abi Rawaha, pastaj është Salman al-Farisi, pastaj është Amar ibn Yasir, për cilin kemi fol, pastaj është Migdad ibn al-Aswad, pastaj është Hudhayfa ibn al-Yamama dhe pastaj është Abdullah ibn Mas'ud. Një transmetim është i këtill me 14 dhe një transmetim tjetër nuk është Abdullah ibn Mas'ud, por është Ebu Dharr el-Ghifari, dhe të gjithë këto kuptohet janë sahabë njëri më i madh se tjetri, janë gjithë Mekas, domethënë nuk janë asnjëri prej tyre nuk është Medinas. Dhe Musab ibn Umair transmetohet se ishte vëllai i Ebu Jezid ibn Umair dhe Mansub ibn Umair. Këta të dy i kishte vëllezër nga babai vet, nga Umeri, kurse nga nana vet ishte vetëm djali vetëm me fjalë dhe nuk kishte as motër as vëlla, dhe tregohet që nana vet e donte aq shumë sa praktikisht nuk i prishte asnjë tek apo asnjë kapriçë që kishte. Ka transmetime të ndryshme që thuhet se në momentin kur Musab ibn Umair
lindi, familja e tyre ishte aq e pasur sa ishte praktikisht sa gjysma e pasurisë grumbulluar të gjithë Mekasve në qytet. Pra shumë më tepër se Uthmani, shumë më tepër se sa dhe ishin tregtar, se sa Abdurrahman ibn Auf e kështu me radhë. Dhe rinia e tij apo fëmiria e tij e vonë, si më thanë, tregohet që ishte një njeri shumë i edukuar, ishte ndër të paktët që dinte me shkruajt edhe me lexu në qytet dhe ishte i njohur për parfumet e shtrenjta që zotronte dhe për rrobat e shtrenjta që vishte. Dhe ama e mbante larg çdo vesi, pra nga një anë ka qenë njëri që e ka dash luksin, e ka dash, domethënë ai ka qenë, po flas fëmiria vonë, musliman është bërë 12 apo 13 vjeç praktikisht, sepse në Medinë ka një transmetim që thotë ka qenë 7, pra ka shkuar 17 vjeç, po transmetimi më i saktë është që ka shkuar 21 apo 22 vjeç dhe ka qenë shumë i ri në momentin që po flas, domethënë, dhe e ama vet e mbante me pekule, si më thanë. Një ditë prej ditësh, dhe këtë ngjarje tregon vetë në vetë të parë, thotë trokita shumë lehtë, thotë, tek shtëpia e Erkamit, sepse kisha dëgjuar që aty mblidhej i dërguar i Zotit, pra Muhamedi, bashkë me disa të tjerë dhe doja që të hyja nga Kureshtja, pa e pas idenë se çfarë thuaj. Dhe kur hyja atje, thotë dëgjoj që ata që të gjithë e ndërpren vëmendjen që kishin ndaj asaj që po dëgjonin, dhe i dërguar i Zotit ishte duke folur për parajsën dhe për ferrin, për xhenetin dhe për xhehenemin, por pasi më pa plot habi, nuk e ndërpreu fjalën e tij, por vazhdoi që të fliste. Pasi e përfundoi atë, më mirëpriti, më ofroi që të ulesha, edhe pse unë isha ulur tashmë, thotë, dhe unë i bëra disa pyetje. Pasi i bëra disa pyetje dhe ai mu përgjigj në mënyrë të drejtë për drejtë, unë thash shahadetin pasi i kërkova atij që se si mund të më thonë të bëhem besimtar, dhe pasi u bëra besimtar, një pjesë e madhe të pranishmeve, pra u gëzuan, po një pjesë e madhe më tepër u habitën se sa u gëzuan. Për arsyeën se unë isha një njeri aq i pasur dhe ishte e çuditshme se si mund ta pranoja Islamin në prani të Bilalit apo të njerëzve të tjerë që ishin shumë të varfër se sa unë. Domethënë, në momentin e shtëpisë Arkamit ende s'kishin filluar dhuna dhe torturat. Pasi dalin nga shtëpia e Arkamit dhe mesazhi bëhet publik, fillojnë torturat siç e kemi shpjeguar. Dhe profeti thot sallallahu alaihi wasallam më kërkon thot që të mos i hapësh bela vetes, mbaje besimin tënd të fshehtë dhe mos ia thuaj askujt për fshitjen e nënën tënde. Sepse me ç'duket nuk mendoj thot, sepse këtë ja thot profeti se do ta pëlqej këtë zgjedhjen tënde, kuptohet namaz, agjërim në momentin aktual nuk ishte dhe ishte thjesht refuzimi i idhujve dhe refuzimi i fesë që ai kishte. Por ajo që ndodh është që Uthmani ibn Talha, që ishte ende një jo besimtar, e sheh një ditë të dilte nga shtëpia e Arkamit, për arsyeën se transmetohet se ai gdhihej dhe ngrysej tek shtëpia e Arkamit dhe gjithë periudhën, pra gjithë kohën që e shpenzonte jashtë shtëpisë së tij, qëndronte në shtëpinë e Arkamit, specifikat e veçoritë të cilës i kemi përmend me fjalë kur kemi fol. Dhe kjo është arsyeja pse ndër të tjera profeti sallallahu alaihi wasallam e dërgoi në Medinë, për arsyeën se nuk ishte vetëm një njeri që dinte me shkruajt dhe me lexu, nuk ishte vetëm një njeri i pashëm dhe si më thanë me një lloj autoriteti të lindur, por ndër të tjera ishte praktikisht princi i diturisë. Mësoi shumë Kur'an, mësoi shumë rregulla të namazit, momentin kur namazi u kërkua që të falej, dhe në përgjithësi ishte ndërnjohësit më të mirë të rregullave fetare në vitin e 12 të profecisë, ndër të tjera, te po e them vetëm një fjalë, ndër të tjera edhe për arsye tjetër, duke qenë se ishte i vogël në moshë, pak a shumë çik më i madh me një fjalë, po pak a shumë në natyrën e Aliut, nuk ishte burr në momentin e përplasjes së ashpër, kur këta të tjerë ishin disi më të rritur. Dhe për këtë arsye, pra Umri, Hamza, Ebu Bekri e kështu me radhë, dhe për këtë arsye kishte më tepër lirinë apo qetësinë që të mësonte më tepër nga Kurani apo nga shembulli profetik. Ajo që ndodh është që kur Uthman ibn Talha e shef a duke hyrë, a duke dalë, nuk e mbaj mend mirë, në shtëpinë e Erkamit, i thotë të ëmës që Ydbir praktikisht ka filluar të ketë marrëdhënie me
palën e Muhamedit, e kam parë që rri me ta dhe unë të këshilloj që të marrësh masa. Transmetohet që ëma dëshiron ta godas apo ta dhunoj. Me aq sa lexova, Tiatin duhet ta Jati duhet i kishte vdekur, sepse nuk ka një mbajtje qëndrimi të tij, nuk përmendet me asnjë vend me një fjalë, dhe ëma kuptohet duke qenë se e donte shumë, nuk e dhunon, por ja artikulon që do të burgos derisa ti të heqësh dorë nga kjo dhe për rrjedhoj i heq të gjithë parfumet. Ne themi të gjithë parfumet sikur dhe na duket qesharake çfarë do të thotë i heqësh parfumet me një fjalë fëmis apo njeriu, po në atë kohë ishte shenjë statusi. Praktikisht ndoshta e egzageroj, por është me heq tjetrin, ku e diun, xhupin më të mirë që ka, apo makinën, apo telefonin, po të bëjmë gjithmonë analogji. Prandaj dhe përmenet, këtë po e them nga vetja, po nuk ka shpjegim tjetër kur thuhet që ishte një njeri që parfumos në mënyrë të vazhdueshme, që do të duhet këtë qenë një veprimtari shumë e rrallë që përmenet, sepse çfarë do thotë parfumoset? Sot gjithë mund të kenë një parfum. Po atëherë jo, kjo është logjika me fjalë. Sa akoma s'kishim edhe shoqëri konsumi që të prodhoheshin parfume edhe për të varfrin, me fjalë. Parfumi ishte vetëm për të pasurin, për arsye se ishte safi parfum, ndër të tjera. Dhe ky heq dorë dhe thot nëna ime, mi hiq të gjitha, thot, unë nuk heq dot dorë, thot, kurse si nga feja e re që kam përqafuar, dhe ajo i dhë një gardian ke shtëpia, domethënë, të cilin ai nuk e di se si e mashtron një natë prej netësh dhe arratiset. Arratiset për arsyen se kishte dëgjuar thashethemet që një grup i madh prej muslimanëve po shkonin në Abisini dhe shkon me muslimanët e parë në Abisini, pra jo me të dytët, masi ata kthehen shkon me të parët. Dhe transmetohet që duhet këtë qenë o 14 ose 15 vjet, që do të thotë në fëmijërinë praktikisht duke u rrit. Dhe thamë që Mensur ibn Umeir, që ishte vllai vet, ishte bërë edhe ky musliman dhe edhe ky shkon, por ky kuptohet siç e thash, e kishte me një bashkëshorte tjetër i Ati dhe nuk e kishte me të ëmën e këtij, dhe të dy vëllezërit shkojnë në Abisini. Ndodh incidenti, pra Ebu Jezidi bëhet musliman pas çlirimit të Mekës, kurse Mensur ibn Umeir bëhet musliman në vitin e 3 apo të 4, pak a shumë në të njëjtën kohë me Musabin. Dhe shkon me muslimanët e tjerë në Abisini, pas një numri të vogël javësh apo muajsh, siç e kemi thënë, ndodha ashtu e quajtura turbullie Kisatul Garanik dhe kthehet. Kthehet dhe pasi kthehet dhe zhgënjehet nga e vërteta që merr vesh që ato s'ishin bërë besimtar, po kishte ndodhur ajo që kishte ndodhur, shkon dhe takon profetin sallallahu alaihi wasallam, e përqafon, e puth dhe i premton që nuk do të largohet më. Pra aty merr vendimin që nuk do të largohet më, nuk kemi të dhëna pse si kysh me një fjalë, po nuk largohet më. Dhe pas kësaj i dërguari i Zotit e këshillon, kuptohet që ai merr me mend që duhet ta bënte edhe vetë këtë, që të takojë të ëmën, dhe ëma pasi merr vesh që ai e kishte takuar të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam të parin përpara saj, ja vën dukje. Dhe ai thot një përgjigje shumë inteligjente, sepse ndër të tjera përshkruhet si një ndër sahabët më inteligjent ndër të tjera, thash, dhe i thot që nëna ime, Allahu përmes teje më nxorri nga errësira e mitrës sate në këtë dynja, ndërsa përmes tij më nxorri nga errësira e mosbesimit dhe e shirkut tek errësira e besimit, prandaj dhe ai është më i dashur për mua se ti, edhe pse ti sigurisht vjen me një herë pasaj, tregohet që në mënyrë të vazhdueshme e ka ftuar në besim, por edhe pasi i thot këtë fjalë apo dhe fjalë tjera të cilat ne nuk i di me një fjalë, ëma nuk tërhiqet, prandaj them ata njerëz për fat keq kanë pas sinqeritet ke ajo që kanë besuar, për arsye se nuk kanë heq dorë lehtë. Dhe ëma nuk vdes muslimane, vdes jo besimtare, dhe edhe pasi i biri kthehet nga Abisinia, ajo e kërcënon dhe i thot tani unë do të burgos përsëri. Ai po i mosh kishte, nuk kishte kaluar as viti nga arratia me një fjalë, por kësaj radhe kuptohet, merret me mend që mund të ketë fituar me siguri vetbesim shumë më të madh, e kërcënon dhe i thotë që nëse ti më ve roje, unë rojen do ta vras. Dhe unë nuk do të qëndroj më duke ik edhe duke u arratis siç ika herën e parë, por do ta vras. Ëma këtu, domethënë, tërhiqet dhe i thotë bëj çfarë të duash, nuk tregohet siç nuk tregohet për
Pra nuk kemi të dhëna, siç nuk kemi të dhëna për shumicën e sahabëve në periudhën Mekase se çfarë bën gjithë këto vjet, por është karakteristike e tij që në mënyrë të vazhdueshme, ashtu si dhe Aliu, i rrin prapa profetit dhe mëson shumë Kur'an. Vjen beslidhja e dytë, beslidhja e para Akabes dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e dërgon në Medinë. Kur shkon në Medinë, janë ngjarjet kryesore të jetës së Musab ibn Umerit. Gjëja e parë që bën atje është që me Esed ibn Zurarën, për Esed ibn Zurarën do të flasim inshallah javës që vjen edhe bashkë me të do të përmendim edhe Usaid ibn Hudhair edhe Saad ibn Muadh, shkon me Esed ibn Zurarën dhe vendoset domethënë në një shtëpi të vogël atje dhe nisin të planifikojnë se si do të japin udhë punëve. Dhe Esed ibn Zurara thotë që janë dy njerëz, pra në momentin që flasim ende nuk ka ndodhur ajo ngjarje me Amr ibn Xumah. Është fillimi i ditës së parë, javës së parë. Dhe Esed ibn Zurara i thotë, ne do të përpiqemi që të flasim me njerëzit kryesorë të këtij qyteti dhe këtë do të kemi strategji. Kjo është e rëndësishme për të thënë me një fjalë për arsyeën se kuptohet ndikimi është në nivel hierarkik dhe sa më të rëndësishëm të jenë njerëzit që do ta besojnë këtë fen tonë të parët, aq më me ndikim do të jenë ata tek njerëzit që pasojnë ata. Por kjo ftesë nuk vjen përpara se me ardh një kërcënim nga Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair ishte një ndër prisit e Hazrexhëve dhe Saad ibn Muadh ishte një ndër prisit e Eusve dhe këta ishin farefisni dhe e largët dhe përveç farefisni ishin dhe njerëz dhe shok të ngushtë. Dhe Usaidi shkon me një shtizë transmetohet të gjatë dhe e takon Musab ibn Umerin dhe i thotë që ty të kaftuar në qytetin ton ky personi ynë, pra Esed ibn Zurara, dhe me të kuptojmë ju jeni në fene atij personi në Mekë, pra të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti i thotë ke dy mundësi, thotë, ose të dalësh vetë nga qyteti ynë, ose të nxjerr kjo, edhe i tregon shtizën. Në fjalë do të vras këtu në këtë moment. Musab ibn Umer, ai kuptohet ka qenë burr, kurse Musab ibn Umer 21, 22 apo 23 vjeç ka qenë, jo më i madh, i thotë unë do të largohem, thotë, tani a luan bllofin, ai thotë vërtetën nuk e di, unë do të largohem, thotë, apo nuk do ta përhap të fjalë timen, por të kërkoj që vetëm të më dëgjosh. Dhe në qoftë se kjo të duket e parësyshme, atëherë unë do të largohem dhe ti je në punë tënde. Dhe ishte prej reputacionit të tyre që nuk mund t'i largoheshin kësaj me fjalë, dhe i thotë që po fol. Dhe transmetohet që Musab ibn Umeri lexon surën El-Ala dhe disa sure tjera mekase sigurisht, dhe Usaid ibn Hudhair thotë si mund që ta përqafoj këtë besimin tuaj për arsyeën se jam musliman dhe i besoj kësaj fjale që është fjalë e Zotit dhe nuk është fjalë e robit dhe e këtij që ju e quani të dërguar. Thotë shahadetin, Esed ibn Zurara i tregon që të bëj procedurën e guslit me fjalë, shkon bën një dush, kthehet, thotë shahadetin dhe i thotë tani thotë punët i keni me dy persona të tjerë. Personin e parë është një kushërir im i largët, por një miku im që është Saad ibn Muadh, dhe ai është disi më i vështirë. Por nëse bindeni nëse e bindeni atë, unë nuk kam guxim ta ftoj. Transmetohet që përpara se me e ftuar Saad ibn Muadhin, ka një takim midis të dyve, që Saad ibn Muadh në fytyrën e tij sheh lloj ndryshimi dhe i thotë këta të rinj që kanë ardhur thotë në qytet këto ditë, mos të kanë bërë një ndryshim, dhe ai thotë nuk e di, thotë janë të çuditshëm, i thotë ky ndërkohë që ishte musliman, por të këshilloj të shkosh ti takosh vetë dhe gjykoj vetë si të duket. Dhe kur Saad ibn Muadh shkon atje, ndodhe njëjta gjë, i kërcënon me largim, jo në mënyrë të dhunshme apo me kërcënim apo me kanosje si Usaidi, por i thotë që besimin tuaj nuk do ta lejojmë që ta përhapni këtu, dhe ne jemi thotë deri në fyt me besimin e çifutëve që na flasin për një Zot. Por në momentin kur ai i thotë të njëjtën gjë që më lejo të ta prezantoj këtë të vërtetë që un kam, atëherë edhe Saad ibn Muadh bën të njëjtën gjë, është e njëjta histori identike me transmetim të saktë sigurisht, dhe bëhet besimtar aty më herë. Dhe fillojnë që të ndërtojnë dhe një arsyetim tjetër, që ishte i njëjti arsyetim që kishin bërë ndër të tjera medinasit gjatë gjithë takimit që kishin bërë me profetin në beslidhjen e parë të Akabes, sepse tani që po flasim ende nuk ka ndodhur beslidhja e dytë, ato ishin vetëm 12-13,
që ne këtë, që është një i dërguar, që vjen dhe tregon vargje të një libri që dëshmon librin e mëparshëm dhe që dëshmon librin e mëparshëm dhe që dëshmon murselinët dhe enbijat dhe të dërguarit e mëparshëm, ne kemi dëgjuar këtë nga xifutët, nga hebrejt, të cilët na thonë që kur të vijë ky i dërguar në mesin tonë, ne do t'ju shkatërrojmë dhe nuk do të keni më vend këtu. Kjo ishte një gjë që transmetohet në hadithet e Buhariut dhe gjithandej në përsirë me një fjalë që xifutët mezi e pristin të dërguarin e fundit. Dhe njerëzit në Medinë, kur filloi që të përhapej besimi i ri, i bën llogarit, dhe këtu s'ka as të keqe me një fjalë, i bën llogarit ndër të tjera edhe me këtë kartë, që le të ndodhi çfarë të ndodhi me Mekasit, kërcënimi është real, mund të jetë vazhdimisht permanent, sepse ende nuk kishte ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam akoma. Pra nuk di se si do shkonte kjo punë, por ndër të tjera, në qoftë se është e vërtetë që ky i dërguar është siç thotë dhe është e vërteta, atëherë nuk do na shkatërrojnë ne hebrejt, por do t'i shkatërrojmë ne hebrejt. Për arsyeën se gjyqtari përfundimtar që ata kanë lënë në një konflikt dhe do vi rradha mas 3-4 herësh ndoshta, të flasim, jo ndoshta, po inshallah do të flasim për historikun e judaizmit dhe për mënyrën se si kishin përfunduar ato 3 fiset e çuditshme hebreje në mes të shkretirës, me një fjalë atje, sepse siç e thash, të gjithë qytetërimet hebraike kanë qenë qytetërime apo getot hebraike, sepse fjala geto nuk është fjalë me kuptim modern dhe me do e mos pejorativ, po i lloj, si më thanë, hebrejt gjithmonë kanë pas karakteristikën që kanë jetuar bashkë me njëri tjetrin pa u përzinë shoqëritë ku kanë bërë pjesë dhe kanë qenë gjithmonë pranë detit. Kurse në këtë moment që flasim janë 3 fise që janë në mes të shkretirës arabe, si për rrubul halit me një fjalë, dhe që nuk dihet se çfarë presin përveç se kësaj që e shpresonin dhe që është i dërguar i fundit. Dhe Usaid ibn Hudhair dhe Saad ibn Muadh bëhen besimtar dhe i thon Esed ibn Zurarës dhe Musab ibn Umerit që edhe një njeri keni që në qoftë se ky bëhet besimtar, atëherë të gjithë njerëzit e këtij qyteti pak nga pak kanë për të bërë besimtar, sepse ne jemi 3 liderët kryesor të tyre dhe ky është Saad ibn Ubade, që e marrin peng Kureshët mas një viti nga momenti që flasim. Dhe Saad ibn Ubade transmetohet që në mënyrë të ngjashme edhe ai bëhet besimtar shpejt e shpejt, dhe kjo 5 personash, Musab ibn Umer, pra që ishte Mekas, dhe 4 e Medinasve, Esed ibn Zurara, Usaid ibn Hudhair, Saad ibn Muadh dhe Saad ibn Ubade, këta 4 në harkun kohor të një viti praktikisht e bëjnë numrin e besimtarëve në Medinë, rreth 250 besimtarë. Në momentin kur profeti shkon atje, ka një transmetim të Elbara ibn Amir, me sa kujtoj, që është Medinas, që është ensar, dhe thot, i pari tek ne, erdhi Musab ibn Umeir dhe bashkë me të ishte Abdullah ibn Umi Mektum. Këta ishin 2 të parët. Më pas thot, erdhën nga Medina Amar ibn Yasir dhe Mikdad ibn al-Aswad. Pastaj thot, erdhi Bilali ibn Abi Rawaha dhe këta u bën 5. Po asnjëri prej këtyre s'ishte i fuqishëm thot. Pastaj thot erdhi Umri dhe bashkë me atë erdhën 20 tjerë që kishin shfrytzuar shembullin që kishte lënë ai. Dhe ne kemi thënë se si shkoi Umri, do ta themi, po e kemi përmend ndoshta që Umri edhe kur u bë besimtar, edhe kur shpalli në mes qytetit hijretin e tij, e tha publikisht dhe tha nëse do në i që ti mbesi nëna pa djalë apo gruaja pa burr, të vi nesër të më takoj dhe unë mbaroj punën me të dhe iki për Medinë. Kuptohet që nuk e preku njëri me dorë dhe pastaj pas Umrit me këta të 20 plus minus, pra rreth 25-26 persona që erdhën bashkë me këta, atëherë erdhi i dërguari i Allahut bashkë me pastaj të fillon të tjerët. Dhe do ta themi se qysh ka qenë pak a shumë kohështrirja e hijretit, se nuk ka qenë punë javësh apo muajsh, ka ndodhur për rreth një vit, domethënë ikja e tyre pak nga pak. Ajo që ndodh në një fjalë është që ka një transmetim dhe tregohet edhe Ibn Hishami edhe Taberiu e thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur në mënyrë të vazhdueshme epistolar, pra njerëz që i dërgonte edhe letra, edhe lajmërime, dhe për fat keq nuk kemi të dhëna se kush kanë qenë këto urdhëresa apo kush kanë qenë
udhëzimet që profeti sallallahu alaihi wasallam duhet i ketë dhënë, sigurisht që ato kanë qenë udhëzime se si ti menaxhoj punën dhe se si të veproj, por një transmetim është kuptohet i saktë dhe është është transmetimi rreth urdhëresës që profeti sallallahu alaihi wasallam i thot atyre që të falin xhuman. Thot në ditën e premte, thot në ditën e xhuma, thot transmetimi, ashtu siç hebrejt takohen të shtunën me njëri tjetrin në shesh, burra dhe gra dhe kryen ritualet e tyre, edhe ju takoheni në kohën e namazit të dhuhrit, pra namazit të yles, të drekës, mbani një ligjërat dhe falni 2 rekate. Ky është hadithi pra që përshkruan namazin e xumas, dërguar Musab ibn Umerit, dhe Musab ibn Umerit bashkë me Asad ibn Zurarën janë liderat tashmë fetar të gjithë qytetit dhe siç e thash në përfundim të këtij viti në kapërcyllin dhe në haxhin tjetër, ata janë rreth 250 besimtarë nga Eusat dhe nga Hazretët në total, që është pak a shumë i njëjti numër. Numri i njëjti numër me besimtarët në Mekë. Numri i besimtarëve që marrin pjesë në xhuman e parë që kanë falur besimtarët në Medinë transmetohet që duhet të ketë rreth 40. Ke kjo fjalë mbështeten dietarët të cilët mendojnë se është kusht për me qenë 40 persona të pranishëm për të falë xhumaja. Por ky është një mendim i dobët me një fjalë, sepse ose një mendim i pasakt, sepse mendimi i saktë është që mjaftojnë 3 veta për fshi dhe imamin. Me një fjalë një njeri imam dhe 2 persona xhamat. Për ta mbyllur, Musab ibn Umer, kur profeti sallallahu alaihi wasallam shkon në hijret dhe shkon në Medinë, kuptohet ka një status të nderuar në mesin e besimtarëve. Ai merr pjesë në betejën e Bedrit, është një ndër flamurtarët, një ndër bajraktarët, një ndër ata që mbajnë flamurin me fjalën e Bedër dhe kuptohet nuk plagoset dhe nuk i ndodh ndonjë gjë e keqe, por një ndër personat që merret peng në betejën e Bedrit është Ebu Jezidi. Ebu Jezidi ibn Umeir, që është i vllai vet, dhe transmetohet një gjë që është kuazi për të qesh, kur e kapin muslimanët peng atë, i thot atij që e mbante, thot maj e fort këtë e thot, sepse e ama ka aq para sa s'ka ku t'i çoj, praktikisht. Dhe Ebu Jezidit i vjen rënd dhe i thot, je im vlla, thot, si mund të flasësh në këtë mënyrë, dhe Musabi thot që vlla im është ky që po të lidh ty, kurse ti nëse ke mundësi për me u bë vlla im, duhet që të ndryshosh besimin, dhe kuptohet ai lirohet pastaj në këmbim të shumës parave, nuk e di se sa është përcaktuar për atë me fjalë, po ato u përcaktuan shumat në përputhje me mundësitë që ata kishin, dhe në pas çlirimit të Mekës, ky bëhet besimtar Ebu Jezidi dhe të 3 vëllezërit, domethënë janë sahabë dhe janë besimtarë. Musab ibn Umeri ndron jetë për fat keq në Uhud, bie shahid atje, edhe atje është flamurtar, është mbajtës i flamurit, domethënë, ka një vdekje tragjike. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkurtimisht ju kishte thënë aty në që një kodër të caktuar që do ta përmendim kur të vi radha ke betejë Uhudit, mos e lindin, mos e lëshonin në asnjë mënyrë. Pasi betejë nis mirë, shumë mirë për besimtarët, ndodh një iluzion se po fitonin dhe ata u turrën për ke plaçka luftës. Kjo e ashtu quajtura kodër braktiset nga ata, dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam mbetet i zbuluar dhe i ekspozohet armikut, Musab ibn Umer nuk ishte prej atyre që mund ta mbronin dot me trupin e tij, sepse ishte larg, ka pas sahabë të tjerë që i kemi përmend, Saad ibn Abi Waqas ndër të tjera që e kanë mbrojt profetin, por Musab ibn Umer bën një gjë tjetër. Thërret në mënyrë të vazhdueshme Allahu Akbar, e identifikon veten në mesin e asaj tollovie që mund ta përfitojmë, që duhet të ketë ose s'mund ta përfitojmë fare, sepse ka qenë e tmerrshme si situatë, dhe me kalin e tij largohet nga betejë, jo largohet nga betejë në kuptimin e një dezertimi, por largohet nga tollovia dhe mjegullnaja e betejës për të tërhequr vëmendjen e Kureshëve, dhe Khalid ibn Walidi, këtë moment kam i përballë, jep urdhër që ta shenjëstrojnë dhe ta vrasin, dhe njëri prej atyre që e vret i pret dorën. Dhe ai vazhdon që të shkojë larg mjegullnajës dhe larg profetit, me shpresën që të marrë
pra që të tërheq pas vetes sa më shumë prej kureshtëve me qëllim që profeti të shpëtojë, domethënë, ai pret edhe duart edhe dorën tjetër dhe flamurin praktikisht fillon edhe e mban me, domethënë me krahat apo me këto si quhen bicepshat me një fjalë të mbetur për arsyeën se duart ju pren nga shpata e transmetohet edhe emri i tij, po nuk e kujtoj tani, pra të atij Mekasit që e vret dhe ndron jetë në Uhud. Profeti sallallahu alaihi wasallam e varros vet. Harrova të them ky u martua me një Hamna bintu Jahsh. Hamna bintu Jahsh është motra e Zeynep bintul Jahsh, që është nëna besimtarëve, bashkëshortja e profetit sallallahu alaihi wasallam, që në këtë moment nuk ishte martuar ende me fjalë, dhe Hamna bintu Jahsh në përfundim të betejës, në fillim domethënë ky varroset, Musab ibn Umeri, profeti transmetohet që hidhërohet aq shumë sa sahabët thonë që ishte një hidhërim pa aq i ngjashëm sa që ishte hidhërimi që shfaqi për Hamzën. Në të njëjtën betejë ndroi jetë edhe Hamza, domethënë, dhe varrosen që të gjithë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam jep një fjalë lavdëruese për të gjithë ata dhe thotë ju këshilloj që çdo herë që të kaloni, dhe ata sigurisht nuk ju është falur secilit prej tyre një xhenaze, por është falur një xhenaze për të gjithë ata, dhe ata nuk ju është lart trupi, kuptohet, sepse kanë qenë shahid dhe janë varrosur që të gjithë në një vend të caktuar, me një fjalë atje pra ke varrezat, nuk e di se s'kemi qenë me një fjalë, po përcaktohet se kush janë ato shahidlerët, shahidët, martirët e Uhudit, në një vend caktuar ke varrezat e Baki al-Garkat, dhe profeti thotë që çdo të herë që do të kaloni këtu pranë, bëni dua për ta, sepse unë ju garantoj që selamin që dhe përshëndetjen që juve ju a jepni atyre, ata ju au kthejnë ju. Dhe pastaj Hamna bintu Jahsh transmetohet që është lemëruar për Abdullah ibn Jahsh, që ishte një kushëri i saj që edhe ai ndroi jetë në Uhud, dhe kur i thanë që ai ndroi jetë çau, por nuk u tregu, pra nuk e lçoi veten. Kur i thonë që Hamza, xhaxha i profetit, ndroi jetë dhe u vra dhe u gjymtua, sigurisht qau, por nuk e dha veten. Por transmetohet që kur i kanë thënë që bashkëshorti, pra Musab ibn Umair, vdiq, ka qenë aq shumë me një fjalë sa edhe profeti ka shkuar ta ngushëlloj. Mos harrojmë, në momentin që flasim, vajtimi ishte i lejuar në Uhud. Pas Uhudit ndodh që vajtimi domethënë ndalohet. Transmetohet rreth 70 plagë ka pas në trup, për arsyeën se nuk ka qenë vetëm ky moment i betejës që ai ra dëshmor, por sigurisht ka pas edhe dy luftimet më parshme, por veprimi që bani ishte një veprim, si më themi, taktik, për me tërheq vëmendjen dhe për me i largu ata nga ekspozimi ndaj cilit profeti sallallahu alaihi wasallam mori përsipër me një fjalë. Ktu e ndërpresim, javës që vjen, inshallah do vazhdojmë të flasim për historitë e para të hijretit edhe për mënyrën se si nga ana tjetër Mekasit po përpilonin planin përfundimtar për të bërë atë që quhet apo atë që njihet si tentativa më serioze dhe përfundimtare për ta eliminuar fizikisht. Allah shpërblet.